Në një intervistë me Zërin e Amerikës, eksperti I integrimeve evropiane Kleidis Gjipali thotë se dhënia e statusit kandidatit Shqipërisë e vate përballë disa detyrave të reja dhe të vështira. Me zotin Gjipali bisedoi korrespondenti ynë në Tiranë, Iliriana Golli. Zoti Gjipali, si një ekspert me përvojë në çështje të integrimit në Bashkimin Evropian, si e vlerësoni këtë stacion të statusit të kandidatit që mori sot Shqipëria si një përmbyllje e përpjekjeve të deritanishme? Në fakt, do thoshe që është përfundimi me sukses I një odiseje të nisur që në prill të 2009-s, ku Shqipëria aplikoi për të marrë statusin e vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe në fakt ishte një periudhë jo shumë e përshtatshme që u zgjodhi në fushat elektorale dhe sigurisht që dhe partnerët ndërkombëtar do prisin se ç'do ndodhte me zgjedhjet dhe me procese demokratike në vend për të marrë vendime të tilla të rëndësishme, pra mund të them që në nisje nënkuptonte që do kishte vonesa dhe për fat keq më pas u vërtetuan këto dyshime ku Shqipëria është refuzuar disa herë radhazi dhe mbas 4 vjetësh, mbas 3 refuzimesh dhe një pasnjëshme në çdo vit, kemi më në fund të statusin e vendit kandidat për Shqipërinë, që do të thotë një formalizim I marrëdhënies. Tashmë ligjërisht Shqipëria I ka hyrë procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Pra perspektiva tashmë është shumë e qartë dhe nga kuadri ligjor I Bashkimit Evropian për sa I përket antarësimeve. Zoti Gjipali, cili është hapi tjetër për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Cila është sfida e radhës për këtë proces? Ashtu siç ka parashikuar dhe Këshilli I Ministrave në konkluzionet e dhjetorit dhe samiti I krerëve më të lartë të Bashkimit Evropian, për të hapur negociatat, që është hapi I ardhshëm shumë I rëndësishëm, Shqipëria do duhet plotësoj plotësisht 5 kriteret që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit, reformën administrative publike dhe në drejtësi, gjithashtu çështjet e drejtave të njerëzit përfshirë pronësinë dhe sigurisht paruar elementet e dialogut politik që nevojiten të kenë bazat shëndosha në Shqipëri. Është tip hap I cili është shumë I rëndësishëm dhe më I rëndësishëm se statusi do thosha, sepse fillon në atë moment vërtet që ke përballë palën evropiane negocion në detaje elementet e antarësimit kapitull mbas kapitull të legjislacionit evropian, ku vërtet aty dalin edhe boshllëqet, mangësitë që duhen adresuar, por dhe bënde një vlerësim shumë realist me ndihmën e ekspertëve evropian se ku ndodhet Shqipëria në këto fusha specifike. Çfarë konkretisht duhet kryer më mirë në detyrat e shtëpisë, siç janë quajtur gjithmonë, lufta ndaj krimit të organizuar dhe të korrupsionit? Sa I takon luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, janë 2 nga elementet kryesor që do të markojnë gjithë ecurinë e Shqipërisë, jo vetëm deri në antarësim, por dhe mbas antarësim, do thoja, duke parë eksperiencat vendeve si Rumania, Bullgaria dhe Kroacia, që kanë edhe mekanizma monitorimi dhe mbas hyrjes në Bashkimin Evropian. Në këtë këndvështrim jo vetëm qeveria, por dhe institucionet tjera shtetërore të rëndësishme, të cilat kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pra kërkon një përfshirje të gjithanshme të gjithë instrumentave shtetëror, mundësisht për të qenë sa më larg politizimit, sepse këto janë fusha të cilat çdo parti, çdo forcë politike, çdo koalicion I ka prioritete, sepse lidhen drejt për drejt me demokracinë dhe me funksionimin e institucioneve shqiptare. Për këtë arsye do duhet shumë më tepër rezultate dhe angazhim I gjithanshëm I gjithë shoqërisë shqiptare. Zoti Gjipali, reforma në drejtësi është një nga punët më të vështira që duhet bëj Shqipëria, përfshirë edhe vullnetin edhe teknikalitetet. Si mendoni se do eci reforma në drejtësinë shqiptare dhe një seri çështjes që lidhen me forcimin e shtetit ligjor dhe të administratës shtetërore në Shqipëri? Besoj se kjo është sfida më e madhe, jo vetëm e kësaj qeverie, por e shoqërisë shqiptare, sepse do të vendosi shpejtësinë apo ritmin e afrimit ton me Bashkimin Evropian. Është maci më I mirë drejtësia se sa Shqipëria po ecën, se sa ka ecur në kulturën e respektimit ligjit, në ndryshimin e mentalitetit, në pasurit një administratë funksionale dhe të gjithë
elemente tjerë të shoqërisë që lidhen me gjyqësorin. Zoti Gjipali, në këtë fazë që gjendet Shqipëria, sa e gatshme është ajo me kapacitetet e saj për të përthithur projekte apo financime të ndryshme të Bashkimit Evropian? Është një fushë që Shqipëria në fakt është mbrapa, ka një nivel të ulët në krahasim me rajonit në fusha në sektor të ndryshëm të përthithjes projekteve dhe mendoj që është nga sfidat konkrete që ne duhet të kalojmë. Mos harrojmë që instrumenti i ndihmës huaj IPA, e cila ka hyrë në fazën e dytë të saj, 7-vjeçarin e dytë, ka një element të theksuar konkurrueshmërie, që do të thotë se ato sektorë të cilat nuk arrin të përthithin do të humbasin para. Gjithashtu dhe vendi në tërësi do mund të humbasë para që mund t'i kalojë një vend i cili është më i shkathët, mund të themi, dhe më efektiv në përthithjen e këtyre fondeve. Çfarë mendoni se duhet bëjnë bizneset private që të hyjnë me mallrat e tyre të integrohen pra në Bashkimin Evropian dhe të plotësojnë standardet e prodhimit evropian për të rritur dhe konkurrueshmërinë e tyre? Duhet bërë një vëmendje e veçantë tek këta prodhues, tek këto biznese për t'i mbështetur, sepse ata janë motori ekonomik i zhvillimit të vendit, me politika mbështetëse ndaj tyre dhe kuptimi i procesit, kostot që ka, se si mund të shmangen dhe se si mund të bëhet mund të kthehet një sukses i gjithë procesi, do duhet që të ndërhyjë administrata shtetërore dhe do të kemi biznese, grupe interesi shumë aktive për të kuptuar të gjithë anët e negative dhe pozitive të procesit integrimit evropian. Zoti Gjipali, ju faleminderit për intervistën. Falenderoj juve.